Pjesë kryesore ku synohet të intervenohet menjëherë rritjes vazhdueshme të çmimeve, përkatësisht çështja e energjisë elektrike. Ne kemi planifikuar rritjen e pagave në sektorin publik për 50%, konsideroj që fakti që Kosova është në krizë është tregues i mjaftueshëm që në këtë vend është keq qeverisë dhe në vazhdimsi ka pasë sfidë me elementet dhe çështjet më bazike, elementare, prej çështjes familjare deri mandej te çështja e shfrytëzimit të buxhetit, duke pas parasysh sfidat e vazhdueshme ekonomike, duke pas parasysh mungesën e kompetencës profesionale të nivelit qeveritor dhe mungesën e vullnetit politik për me realizu projekte e me realizu platformë të cilën janë në orën për shtetin vazhdimsi. Partia Demokratike e Kosovës i ka identifikuar sakt sfidat dhe nevojat e kohës, andaj ka shtyre ka plan programin e saj që i përgjigjet secilës temë, secilës çështje dhe me ekip profesionale dhe me angazhim është e përkushtuar që prej ditës parë kur vjen qeveri ta ndryshojë gjendjen sociale dhe ekonomike në vendin tonë. Pjesë kryesore ku synohet të intervenohet menjëherë është tek çështja e rritjes vazhdueshme të çmimeve, përkatësisht te çështja e energjisë elektrike, te çështja e rritjes vazhdueshme të naftit, te produktet bazike, mirë po edhe me politikat mirëfillta zhvillimore fiskale ku ndikojnë drejt për drejt në klimën e të bërit biznes, mbështetjen e sektorit privat, po duke mos lënë anash për shkak që inflacioni në vazhdimsi ka shkuar tek ngrit edhe çështjen e sektorit publik, pra ne kemi planifikuar rritjen e pagave në sektorin publik për 50%, eliminimin e tatimeve te produktet bazike posaçërisht të vëshën, që menjëherë do ndikonte në uljen e çmimeve, përkatësisht në nivelizimin e inflacionit dhe ngritjen e mirëqenies për qytetarët e Republikës së Kosovës, po edhe me mundësi për investime të huaja direkte përmes politikave dhe klimës përshtatshme që do ndikonin në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit, në punësimin dhe në mirëqenien e plotë të qytetarëve tonë.